Një ditë më parë, Përmeti u bë sërish simbol i kujtesës historike dhe patriotizmit në përkujtim të 82 vjetorit të Kongresit të Përmetit, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, ku hodhën themelet e shtetit të ri shqiptar e rrugëtimit drejt lirisë. Veteran, qytetar, pasardhës të familjeve partizane dhe të rinj, morën pjesë në homazhe dhe aktivitetet përkujtimore të organizuara në pavionin e luftës, aty ku historia vazhdon të jetojë përmes kujtesës dhe sakrificës së shumë shqiptarëve. Pjesë e aktivitetit ishte dhe sekretari i përgjithshëm i Lançit, Veli Myftari, së bashku me drejtues institucionesh dhe kryetarit të degëve nga rrethet, të shoqëruar nga kryebashkiakja e Përmetit Alma Hoxha. Në ndihmën e himnit kombëtar dhe këngëve patriotike partizane, ata vendosën kurora dhe busheta me lule pranë lapidarit përkujtimor, ndërsa më pas zhvilluan vizita në Muzeun e Luftës. Shumë qytetarë dhe veteranë vendosën gjithashtu lule në shenjë respekti për këtë datë historike, e cila mbetet simbol i sakrificës dhe bashkimit kombëtar. Përmeti vijon të mbetet një qytet me rëndësi të veçantë në historinë shqiptare dhe në ruajtjen e vlerave patriotike ndër breza.